Me rastin e festës së shkollës, Kelmend Rizvanolli ishin ftuar qytetarë, drejtorë dhe mësimdhënës të Gjakovës. Po ashtu nuk e la pa marrë pjesë as e para Gjakovës së bashku me drejtoreqen e arsimit. Drejtoreqa e shkollës Valma Kamishi Zeka, para të pranishmeve, tha se brenda pak viteve kjo shkollë ka arritur suksesin në procesin mësimor. E thash që kjo shkollë është e veçantë dhe veçantinë e saj po mundohemi ta mbajmë edhe në sukses edhe në procesin mësimor dhe edukativ. Ne po vazhdojmë rrugën e nisur drejt misionit tonë, ku marrim obligim që përmes një menaxhimit cilësor të shkollës dhe përmes metodologjive të mësimdhënies të bazuara në nevojat individuale dhe stilet e ndryshme të mësuarit, të pajisim fëmijët me njohuri, shkallësi dhe qëndrim, që u mundsojnë atyre të ushtrojnë qytetarin aktiv. E kryetarja e Gjakovës së bashku me drejtoreqen e arsimit në Gjakovë tha se familja Kelmend Rizvanollit shërben si shembull për gjithë Kosovën për kontributin e dhënë në ndërtimin e shkollës, duke u vënë në shërbim të së mirës së përbashkët. Kjo shkollë është dëshmi shumë e mirë dhe model në vete, se si familjet gjakovare, kursimet e tyre të fituara nga puna me dijesh dhe mund, investojnë në projekte madhore kapitale në vatrat e dijes dhe të shkencës. Familja Rizvanolli dhe Kusari janë treguesi më i mirë se çfarë duan gjakovarët dhe cila është aspirata e tyre. Puna e palotshme e gjithë këtyre mësuesëve dhe arsimtarëve që punojnë e bëjnë që emri i shkollës Kelmend Rizvanolli të përmendet anë komunës tonë për punën e tyre të çmuar dhe për angazhimin e madh që ka bërë drejtoresha e shkollës bashkë me mësimdhënësit dhe prindërit të cilët janë munduar që shkollën ta mbajnë në formën e duhur. Një fjalë rasti tha edhe daja i Kelmend Rizvanollit. Sukseset e kësaj shkolle do të jenë edhe e gëzimet tona të ardhshme. Sidomos në këtë ditë, kur kishin ditë dhe festës ditëlindjes njëjtit tonë. Me këtë rast u falenderuan të gjithë kontribuesit e shkollës, kurse nxënësit kishin përgatitur disa pika muzikore dhe vallëzimi me rastin e festës së shkollës.